E hapur në Shkodër, ekspozita Besimi që nuk shuhet sjell dëshmi dokumentare jo vetëm mbi shkatërimin e institucioneve fetare gjatë regjimit komunist, por edhe dhunës dhe përsekutimit të egër ndaj klerikëve dhe besimtarëve shqiptar. Njëherëzi ekspozita pasqyron edhe ngjarjet e 19 viteve më parë, kur banorët e Shkodrës pa dallime fetare rihapën kishat dhe xhamit duke dëshmuar njëherëzi fillimin e proceseve demokratike në Shqipëri. Bashkautorit e ekspozitës, Smaj Bala dhe Blendi Alushi, thonë se ekspozita është njëherëzi edhe dëshmi e trashëgimisë fetare, kulturore dhe adhetare të këtij qyteti. Ne arritëm të gjejmë foto për të parë herë rihapjen e xhamisë dhe rihapjen e besimeve me 16/11/1990. Pra kjo është një meritë e të parëve tonë që na lanë foto, na lanë kontribute. Kjo ishte më tepër për me ngjall edhe herë në popull, për me përcjell herë në popull historinë mallnueshme që të trashëgojmë nga hoxhallarët tonë, misionin e tyre dhe një frym të cilën t'ia përcjellim brezave të tjerë që ta majnë gjallë edhe një herë këtë traditë mrekullueshme që ne sot kemi trashëguar me prej prarësve tonë. Një nga klerikët e njohur të Shkodrës, Haxhi Faik Hoxha, thotë se ekspozita është nxitje edhe për të rinjtë që të punojnë për ndërtimin e objekteve të reja fetare dhe përparimin e vendit të tyre. Xhamia e Plumit u hap me iniciativën e rinisë së Shkodrës, e cila pamasi se nuk kishte sugju besimin dhe fenë, por dëshirën e kishte të ngrosur në zemrat e tyre dhe e prindve të tyre. Dhe unë i them kësaj rinie që ma salojnë rrugën e Zotit Gjellëshanu, po të punoj për zhvillimin e fesë islame, për ndërtimin e objekteve, se duke punu për këta, punojnë edhe për Shqipërinë tonë. Ndërkohë klerikët e Shkodrës shprehen se pavarësisht besimeve fetare, ekspozita Besimi që nuk shuhet është një tjetër ndihmës në shërbim të harmonisë ndërfetare, një trashëgimi kjo e spikator i shqiptarëve. Kjo ekspozitë që ju shikoni tregon edhe atë forcën e karakterin e lartë të qytetarëve të Shkodrës, të cilët ishin pionierët e parë në rihapjen e objekteve të kultit. Sepse ky është populli shqiptar, ne jemi gjithë së bashkut, jetojmë me diversitetet dhe respektojmë diversitetet dhe ndryshimet e njëri tjetrit, sepse Zoti na fal kështu të ndryshëm në mënyrë që ne të përfitojmë nga njëri tjetri dhe nga kulturat e njëri tjetrit. Kjo harmoni është të shkëlqyer, është unikale në Ballkan, në Europë dhe në botë. Është thjesht shpirti, dashuria që kanë mbrëmë këto besimtarë, ky qytet, kjo Shqipëri e bukur që ne të kemi këtë harmoni kaq të madhe fetare. Shkodra është qyteti i parë në Shqipëri ku 19 vite më parë u rihapën kishat dhe xhamit me nismën e vetërive dhe banorëve të Shkodrës, ngjarje kjo që vazhdon të ketë jehon në tërë vendin, pasi shënon edhe fillimin e proceseve demokratike në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.